E dini pse nxjerrëm rezultat më të mirë në zgjedhjet e 9 shkurtit? Sepse ne e depolarizuam shoqërinë kur tejet provuan të përçanin. Ne i bashkuam qytetarët rreth programit tonë. Në vend të retorikave boshe, ne ofruam program, zgjidhje, paga mirëqenie më të mirë për qytetarët dhe transformim ekonomik të shtetit tonë. I lam anash dallimet e vogla për të bashkuar rreth vlerave tona dhe interesit të përgjithshëm. Këtë po e bëjmë edhe sot në këtë konvent me vazhdimin e besimit të plot për kryetarin Memli Krasniqi dhe për strukturat e reja të partisë. Këtë do ta bëjmë edhe me 12 tetor në çdo komunë të Kosovës dhe kurdo që në pyetje është interesi i qytetarëve dhe i shtetit tonë. Në anën tjetër, me shumë normale të kemi edhe sfida të ndryshme brenda familjes sonë politike, sepse kur e do me zemër një kauz, pritshmëritë janë gjithmonë të mëdha. Sfidat apo edhe pakënaqësitë eventuale janë pjesë e dinamikës politike. Janë shenja se partia është e gjallë dhe brenda saj ka energji dhe ide të ndryshme. Por ajo që është më e rëndësishme është mënyra qysh ne i pranojmë dhe i përballojmë këto sfida. Ne do të vazhdojmë të përkushtohemi që të ndërtojmë një PDK edhe më të hapur, më të fuqishme dhe më të lidhur me çdo qytetar anë kanë vendit. Një PDK më të lidhur me të rinjët që duan të ndërtojnë të ardhmen në Kosovë, me gratë që kërkojnë barazi e dinjitet, me biznesin që pret mbështetje, sepse çdo qytetar i Kosovës, pavarësisht dallimeve që mund të kemi, meriton shpresë të re. Ne do të vazhdojmë të përkushtohemi që PDK të kthehet për të marrë vendin që i takon në shërbim të Kosovës dhe vetëm të Kosovës. Sepse sot PDK-ja nuk është vetëm një alternativë, por dhe një nevojë e domosdoshme. Është busulla që e çon Kosovën drejt Evropës, drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe drejt bashkimit të shoqërisë sonë. Kosova nuk ka kohë për eksperimente dhe nuk ka me durim as për dështime. Sot le të dalim nga kjo sallë të bashkuar si kur më parë. Le ta çojmë këtë energji në çdo qytet, në çdo fshat dhe në çdo familje që pret një ndryshim të vërtetë. Ne duhet të kthehemi për të ndërtuar, për të shërbyer, për të zhvilluar Kosovën, për të bashkëpunuar ngusht me aleatet tonë dhe për të integruar Kosovën në familjen evropiane. Kjo është koha jonë, kjo është Kosova jonë. Ne jemi Partia Demokratike e Kosovës dhe forca jonë që ndron në bashkimin tonë. Le të ecim përpara me besim dhe guxim për PDK-n, për Kosovën, për të ardhmen. Suksese dhe fitore të reja. Ju faleminderit. Faleminderit.